pra. Unë kam atje dekretin mbretëror, i cili nuk kishte dalë ndonjëherë nga arkiva, të 6 qershorit 1930. Unë kam atje proces verbalin e Kongresit parë 1932 të FIFA-s, ku Shqipëria është pranuar antare me drejtat. Pse se mi pranuar 30-ën, a? 32-shin antare Antare FIFA-s. FIFA-s, okej. Dhe këto janë dokumenta shumë të rëndësishme, të cilat kanë vlera të pa diskutueshme. Problemi ose foto e 1913-s ndeshja parë ndërkombëtare. Me një grup ushtriash austro-hungarez. Austro-hungareze me independencën. Njerëzit kanë qef objektet. Objektet janë ato që të rrishin. Fanella, për shembull. Fanella, topi, tuta, kpucët. Topi shtremë dhe pistat, pse kanë bet ashtu. Ato të rrishin. Tash kam një projekt që të bëj replika ndoshta kupën e 1930-s dhe kupën e Skënderbeut. Vitit 2005. Kam bërë një shkrim ku kam thënë ku është kupa e vetme që Shqipëria ka fituar. Shqipëria ka fituar këtë trofeun ballkanik në vitin 1945, ku morën pjesë 46, sa kishte mbarë lufta apo jo. Mori pjesë Shqipëria, Bullgaria, Korrigjova se lexova, se di. Dhe Jugoslavia. Si vjet në tetor është 80 vjetorja. 80 vjetorja se Ballkaniada. Ballkaniada.